Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na thon letrat tarot për ditën e diel 2 gusht 2026 për 12 shenjat e zodiakut. Ju faleminderit. Dashi, letra e tarotit për këtë të diel kalor si i shpatave i përmbysur dash. Mund të kesh një ditë shumë të ngarkuar dhe sapo hëna të hyjë në shenjën tënde, mund të ndjesh sikur duhet të punosh dy fish për të përfunduar diçka që ke planifikuar. Megjithatë, kjo letër tregon se mendja dhe motivimi yt mund të mos jenë në të njëjtën linjë. Mund të kesh shumë ide dhe dëshirë për të bërë gjëra, por në të njëjtën kohë një pjesë e jotja mund të mos ketë fare energji për të vepruar. Mos e detyro veten të ecësh me ritëm të lartë vetëm sepse mendon se duhet. Nuk ke nevojë për të gjitha mjetet, pajisjet apo zgjidhjet perfekte për të përfunduar çdo detyrë. Ndonjëherë gjëja më e mirë që mund të bësh është të ndalosh dhe të japësh trupit mundësinë të pushojë. Merr një pauzë, qetëso mendjen dhe rikupero energjitë. Kur të ndihesh mirë, do të kesh më shumë forcë dhe qartësi për të vazhduar. Sot pushimi nuk është humbje kohe, por pjesë e përgatitjes për të ecur përpara. Demi, letra e tarotit për këtë të diel dem, njeriu i varur i përmbysur. Kjo letër të sjell një mesazh të fortë. Mund të jesh duke humbur shumë kohë dhe energji duke pritur që dikush tjetër të ndryshojë ose të bëjë atë që duhet. Ndoshta ke shpresuar për një kohë të gjatë se një person do ta kuptojë situatën, do të marrë përgjegjësinë ose do të bëjë hapin që ti pret. Po njeriu i varur i përmbysur të kujton se mund të presesh pafund dhe përsëri mund të mos ndodhë asgjë. Këtë të diel vendos kufi të qartë për veten. Jepi situatës një afat dhe vendos se deri kur je i gatshëm të presësh. Nëse pas këtij afati asgjë nuk ndryshon, mos vazhdo të sakrifikosh kohën dhe energjinë tënde. Nuk mund të kontrollosh zgjedhjet e dikujt tjetër, por mund të kontrollosh atë që bën ti. Është koha të ndalosh të pritur dhe të fillosh të jetosh për veten. Mos e vendos jetën tënde në pauzë për një ndryshim që mund të mos vijë kurrë. Binjakët, letra e tarotit për këtë të diel, perandori i përmbysur binjak. Kjo letër tregon se po mëson të mos përpiqesh të ndryshosh njerëzit ose të detyrosh të mendojnë dhe të veprojnë sipas mënyrës tënde. Sot ke një qasje më të pjekur dhe më të qetë. Në vend që tu imponosh të tjerëve idetë tua, po mëson të respektosh individualitetin dhe zgjedhjet e secilit. Kjo është veçanërisht e rëndësishme kur hëna hyn në dash, sepse energjia e saj në sektorin e miqësive mund të sjellë debate, tensione ose përplasje mendimesh nëse nuk tregohet kujdes. Letra e perandorit të përmbysur të kujton se të jesh i fortë nuk do të thotë të kontrollosh gjithçka dhe as që të kesh gjithmonë fjalën e fundit. Sot mos përpiq të drejtosh jetën e njerëzve të tjerë. Jepu hapësirë të jenë vetvetja dhe bëj të njëjtën gjë edhe për veten. Udhëheqja jote sot është më e mençur kur bazohet te parimi dhe secili le të jetojë sipas mënyrës së vet. Duke shmangur imponimin dhe kontrollin, mund të ruash paqen dhe të forcosh marrëdhëniet me njerëzit përreth. Gaforia, letra e tarotit për këtë të diel, 6 shkopinj gafore. Sot buzëqesh, sepse je më i vërtetur nga sa mendon, dhe shumë njerëz përreth teje të vlerësojnë për atë që je. Mund të marrësh një kompliment nga dikush që e pëlqen vërtet stilin të mënyrës tënde të shprehurit, ose diçka të veçantë që të karakterizon. Letra 6 shkopinj është një letër e njohjes, suksesit dhe vlerësimit. Ajo shfaqet shpesh kur dikush merr meritat që i takojnë për një punë të bërë të mirë, veçanërisht në një fushë ku shkëlqen dhe tregon talentet e tua. Prandaj nëse sot dikush të lavdëron ose të shpreh mirënjohje, mos e minimizo atë që ke arritur dhe mos u përpiq të largosh komplimentin, duke thënë se nuk është ndonjë gjë e madhe. Pranoje me zemër të hapur, një faleminderit e thjesht është gjithçka që nevojitet. Ti e meriton të shohësh dhe të pranosh rezultatet e punës tënde. Lejoje veten të ndihesh krenar për atë që ke bërë dhe mos ke frikë të marrësh vlerësimin që të takon. Luani, letra e tarotit për këtë të diel Luan, 9 shpatat. Sot përpiqu të mos lejosh disa situata të prekin më shumë se ç'duhet, veçanërisht ato që mund të të shqetësojnë ose të bëjnë të mendosh gjatë. Mund të gjendesh përballë një çështje që të shkakton ankth ose të shtyjë të shqetësohesh për atë që mund të ndodhë në të ardhmen. Po letra të kujton se jo çdo gjë është në duart e tua dhe nuk është e nevojshme të harxhosh energji duke u përpjekur të kontrollosh të pakontrollueshmen. Përqendrohu te gjërat që mund të ndryshosh dhe lëri të tjera të ecin në rrjedhën e tyre. Mos lejo frikën të krijojë skenar më të këqij në mendjen tënde se sa realiteti. Edhe nëse në fillim duket sikur gjithçka është e pasigurt, kujtoji vetes sa herë në të kaluarën ke kaluar situata të vështira dhe në fund gjërat janë rregulluar.
Gjesh preste besimi se jeta jote po të udhëheq dhe po të mbron nga ajo që nuk është për të mirën tënde. Lesoja atë që nuk mund të kontrollosh dhe ruaj qetësinë. Ndonjëherë të besosh dhe të lejosh gjërat të rrjedhin është mënyra më e mirë për të gjetur paqen. Virgjëresha, letra e tarotit për këtë të diel, 6 kupat e përmbysur virgjëresh. Ti e do që diçka të jetë sa më perfekte dhe shpesh i kushton shumë vëmendje detajeve virgjëresh. Kur diçka nuk shkon sipas standardeve të tua, mund ta përjetosh si një zgënjim të madh dhe të ndihesh i frustruar nëse pse dëshiron të ndryshosh më një herë. Por sot letra të kujton se disa gjëra nuk mund të korrigjohen më, sidomos ato që i përkasin të kaluarës. Mund të ketë një situatë të vjetër për të cilën ende mendon dhe të bën të ndihesh keq sa herë që e kujton. Ndoshta dëshiron të kishe vepruar ndryshe, të kishe bërë një zgjedhje tjetër ose të kishe shmangur një gabim, por e kaluara nuk mund të ndryshohet duke e rikthyer vazhdimisht në mendje. 6 kupat e përmbysur të fton ta lësh pas atë që nuk mund ta rregullosh më. Mos e gjyko veten për atë që nuk dija atëherë. Merr mësimin, prano atë që ka ndodhur dhe ktheje vëmendjen tek e ardhmja. Ajo që vjen përpara teje ka më shumë rëndësi se sa ajo që tashmë ka kaluar virgjëresh. Peshorja, letra e tarotit për këtë një gusht peshore, 10 shpatat e përmbysura. Kjo letër sjell një mesazh të fuqishëm për shërimin dhe lëndjen pas të një periudhe të vështirë. Problemet që të kanë rënduar për një kohë të gjatë po mbeten pas dhe ti po fillon të ndihesh më i çliruar emocionalisht. Mund të ketë qenë një marrëdhënie e vjetër ose një mik i të ka lënduar dhe të ka zgënjur thellë, por tani ajo histori nuk ka më të njëjtin fuqi mbi ty. Tradhtia apo zgënjimi që dikur të thyente zemrën nuk të prek më si më parë. Ke mësuar nga ajo përvojë dhe ke kuptuar se nuk ja vlen të rikthehesh vazhdimisht te dramaj së kaluarës. Tani është koha të zgjedhësh paqen dhe jo të përqendrohesh te gjërat që të bëjnë mirë. Mos e harxho me energji duke menduar se çfarë shkoi keq dhe apo pse dikush të trajtojë në një mënyrë të caktuar. Ajo periudhë po mbyllet e ti po ecën drejt një kapitulli më të mirë. Shiko përpara, beso te vetja dhe vazhdo rrugën tënde. E kaluara të mësoj shumë, por e ardhmja është vendi ku duhet të jesh. Akrepi, letra e tarotit për këtë të diel, 7 pentakulat. Sot ndalo për pak dhe reflekto sinqerisht mbi gjithë punën e mirë që ke bërë deri tani në rrugëtimin tënd akrep. Shpesh je i përqendruar te rezultati përfundimtar dhe te momenti kur do të arrish qëllimin, por letra të kujton se edhe rruga që ke përshkruar ka një rëndësi të madhe. Po, fundi dhe suksesi që dëshiron kanë rëndësi, por mos harro të vlerësosh çdo hap që të ka sjell deri këtu. Mendo për përpjekjet, durimin, gabimet dhe mësimet që ke marrë gjatë rrugës. Edhe gjërat e vogla që po bën çdo ditë po kontribojnë në atë që po ndërton. Ndonjëherë, je aq i fokusuar tek ajo që ende nuk e ke arritur, sa harron të shohësh sa shumë ke përparuar tashmë. Përdore këtë të diel për të vlerësuar procesin dhe për të kuptuar se çfarë të ka mësuar kjo periudhë. Reflektimi mund të jap një perspektivë të re dhe të ndihmojë të ecësh përpara me më shumë qartësi. Mos e humb këtë mundësi për të parë se sa larg ke arritur. Shigjetar, letra e tarotit për këtë të diel, 2 shpatat. Kohët e fundit mund kesh marrë shumë vendime dhe të jesh përballur me zgjedhje të ndryshme, por një vendim i veçantë këtë të diel mund të duket më i vështirë se të tjerët. Mund të ndihesh i ngarkuar sepse një zgjedhje e rëndësishme kërkon energji, mendim dhe qartësi. Sa më shumë përpiqesh të analizosh, aq më shumë mund të ndihesh sikur po lëviz para dhe pas pa arritur në një përfundim. Letra 2 shpatat simbolizon pikërisht këtë gjendje, mendimet e dyzuara, hezitim dhe përpjekje për të parë të dy anët e situate përpara se të zgjedhësh. Mos u frikëso nga kjo pasiguri. Ndonjëherë të mos e kesh menjëherë përgjigjen është pjesë e procesit. Jepi vetes kohë të mendosh, dëgjoj intuitën dhe mos e detyro veten të marrë një vendim vetëm për të hequr qafe presionin. Kjo periudhë reflektimi është e nevojshme për të kuptuar se çfarë dëshiron vërtet. Kur ti jesh gati, zgjedhja do të bëhet edhe më e qartë. Bricjapi, letra e tarotit për këtë të diel, eremiti i përmbysur bricjap. Është koha të dalësh pak nga guaska jote dhe të mos e kalosh gjithkohën të përqendruar te puna dhe detyrimet. Ti je shumë i orientuar drejt qëllimeve dhe shpesh mendon se suksesi kërkon vetëm përkushtim, disiplinë dhe punë të vazhdueshme. Por letra e eremitit i përmbysur të kujton se edhe shoqëria dhe lidhjet me njerëzit janë një pjesë e një jete të suksesshme dhe të ekuilibruar. Këtë të diel bëj një pushim nga rutina dhe dil pak.
Kontakto miqtë tu, riktheu në rrjetin shoqëror dhe pyeti se si janë. Tregoju edhe atyre se çfarë ke bërë dhe çfarë po ndodh me jetën tënde. Nuk ke nevojë për një bisedë të thellë apo ndonjë plan të madh. Edhe një kafe, një sititje ose pak bisede zakonshme mund të bëjë shumë mirë. Mos haro se lidhjet njerëzore mund të sjellin ide, energji dhe mundësi të reja. Ndonjëherë të largohesh pak nga puna është pikërisht ajo që të ndihmon të rikthesh më i motivuar dhe më i qartë. Ujori, letra e tarotit për këtë një gusht ujor, faqja e pentakulave e përmbysur. Ke dëgjuar shumë herë se pa një plan të qartë rrezikon të humbasësh kohë dhe të bësh gabime të panevojshme. Këtë të diel më në fund po e merr seriozisht këtë këshill edhe po vendos të bësh diçka konkrete për situatën tënde. Në vend që të vazhdosh të veprosh pa një drejtim të qartë, sot është koha të ulesh dhe të ndërtosh strategjinë tënde. Mendo se ku dëshiron të arrish, cilat janë hapat që duhet të ndërmarrësh dhe çfarë duhet të shmangësh. Ndoshta ke bërë disa gabime në të kaluarën, por nuk e pse ti përsëritësh. Një plan i mirë mund të të ndihmojë të përdorësh me zgjuarsi kohën, energjinë dhe mundësitë që ke. Do të ndihesh shumë i qetë kur të di se çfarë do të bësh më pas. Nuk ke pse të zgjidhesh të gjitha brenda një dite, mjafton të krijosh një drejtim të qartë dhe të fillosh hap pas hapi. Këtë herë, mos e lë gjithçka në dorë të rastësisht. Tani e di se cili është hapi yt i radhës. Peshqit, letra e tarotit për këtë një gusht, 4 pentakulat peshq. Ti dëshiron shumë të ndihesh sikur e ke jetën nën kontroll, veçanërisht kur bëhet fjalë për financat dhe sigurimet e ardhmes. E di se stabiliteti nuk ndërtohet brenda natës dhe je gati të punosh fort për të arritur ëndrat e tua peshk. Këtë të diel ke një mundësi të mirë për të vendosur disa gjëra në rregull dhe për të krijuar më shumë strukturë në jetën tënde. Megjithatë, letra e tarotit 4 pentakulat të këshillon të jesh i kujdesshëm me frikën dhe mendimet që të bëjnë të besosh se nuk ka mjaftueshëm për ty. Mos lejo një mentalitet mungese të pengojë të shohësh mundësitë që ke përpara. Ndonjëherë, frika se mos u bë diçka mund të bëjë të kapesh shumë fort pas asaj që ke dhe të mos e lejosh të rend të hyjë në jetën tënde. Beso se mundësitë nuk janë të kufizuara dhe se suksesi yt nuk i heq suksesin dikujt tjetër. Ka hapësirë për të gjithë, për të fituar dhe për të ndërtuar një jetë më të mirë. Puno për ëndrat e tua, por mos lejo frikën të udhëheq. Ruaj atë që ke, ndërto me durim dhe beso se volëku mund të vijë në shumë forma. Këto ishin parashikimet e letrave tarot për 12 çështjet e zodiakut për ditën e diel, 2 gusht 2026. Ju uroj një fundjavë të mbar dhe një muaj të mbar. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.